Mbledhja e Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale është shoqëruar me debate mes mazhorancës dhe opozitës, duke nxjerrë në pa mungesën e dakordësisë për ecurinë e mëtejshme të procesit dhe rendin e ditës. Përplasja u fokusua te dy çështje kryesore: prezantimi i raporteve të ekspertëve dhe afati i punës së komisionit. Teksa palët dështuan të prodhonin një raport të përbashkët nga ekspertët, duke dorëzuar dy variante të ndryshme, mazhoranca këmbguli në dëgjimin e tyre urgjent përpara seancës parlamentare të datës 23 korrik. Në teori, pavarësisht se ishin propozuar nga të dy palët politike, duhet punonin si një grup i përbashkët ekspertësh dhe idealisht të vinin me një raport të përbashkët të gjetjeve. Për fat keq nga ana e procesit dhe procedurës, me sa duket kjo ka qenë e pamundur dhe gjatë ditëve të fundit ne kemi pasur të dorëzuar në sekretariatin teknik të komisionit dy raporte, një raport të bërë nga ekspertët e komisionit propozuar nga opozita dhe një raport nga ekspertët e komisionit propozuar nga mazhoranca. Shumë e domosdoshme që përpara se sa ne të shkojmë në seancën e datës 23 për të bërë një raport në atë seancë për punën e komisionit, të kemi dëgjuar dhe ekspertët dhe jo vetëm ne, po dhe publiku që na ndjek të ketë mundësi të dëgjojë konkluzionet. Nga ana tjetër, opozita denoncoi shmangjen e etapave të përcaktuara në projekt kalendar, duke kërkuar shtyrjen e afatit të komisionit deri në muajin tetor. Ajo që unë kam kërkuar bashkë me deputetët e opozitës është pikërisht kjo gjëja më e thjeshtë, të respektojmë vetveten ato vendime që kemi marrë, pasqyruara në një projekt kalendar. Dhe këtu duhet flasim edhe të vërtetën dhe të sinqertën, krahas logjikës dhe arsyes. Nuk janë dy raportime të njëjta, janë dy raportime krejtësisht ndryshme. Ajo që ekspertët tanë kanë dorëzuar pranë komisionit, që ekspertët tuaj nuk e kanë dorëzuar pranë komisionit në emailët e tyre, është një raportim për vlerësimin e reformës së 2014-s, siç ishte përcaktuar dhe në projekt kalendar, dhe duke përcaktuar më pas edhe parimet mbi cilën do bësh edhe puna për të ecur rezultati në raport me reformën e 2026-s. Dhe shumë i sakt, projekt kalendari i përcaktuar. Nuk mund të djegim etapat e projekt kalendarit. PD kërkoi që procesi të zhvillohet si një punë në shërbim të qytetarëve, duke evidentuar mungesën e dëgjesave kryesore, siç është ajo për Bashkinë e Tiranës. Dhe ja ku jemi, dëgjesat nuk kanë përfunduar, ka mbetur pa u realizuar Tirana, ka mbetur kryetar bashkish pa ardhur, kryetaria e Tiranës, kryetari i Elbasanit, kryetari i Shkodrës, kryetaria e Vlorës, kryetari i Lezhës. Kemi kërkuar dëgjesën e Tiranës, nuk është bë, sepse nuk vinte kryetaria e emëruar në detyrë. Pastaj duhesh kryetari i bashkisë i cili ka një vendim gjykatës kushtetuese etj që është në detyrë. Dhe këtë keni shtyr ju, këtë dëgjesë, nuk e kemi shtyr ne, po është vonuar ja një muaj edhe kjo dëgjesë. Dhe kjo është e vërtet. Dhe kjo dëgjesë duhet kishte përfunduar. Ndërkohë që kemi kërkuar dëgjesën me qarkun e Tiranës. Edhe kjo dëgjesë është bërë dëgjesa me qarkun e Tiranës? Nuk është bërë dëgjesa me qarkun e Tiranës. Nuk është bërë. Jo, nuk është bërë. Sa data ndjek nga ju? Sa data janë ndjek nga juve? Nuk janë ndjek data fare nga ne. Dhe fare nga ne, ka qenë një komunikim midis anëtarëve për prezencën apo mungesën e tyre me qëllim që kjo dëgjesë të realizojë. Në përfundim të debateve, palët nuk arritën dakordsinë për vijimin e punës, ndërkohë që akuzuan njëra tjetrën për pengesat sistematike në procesin e reformës territoriale. Në mungesë për fat keq të një dakordësie për një rendite, unë nuk e di se mund ta vazhdoj mbledhjen, kështu që do kërkoj sërish nëpërmjet mekanizmave të tjera që ne të gjejmë një mënyrë dhe unë të kërkojmë mundësinë që nuk e gjej dot arsyen pse nuk mund të dëgjojmë ekspertët të dy palëve të flasin. Kërkesa nga qenë thjesht të japim ekspertët të flasin. Dhe me sa duket kjo është një kërkesë që opozita nuk do të dëgjojë ekspertët, do ta bëjë çështjen politike.